flagët me qak. Ej, tokë moj në loke, po më shterën lot. Jam lis, e jam kur, ma i bote flamur. Ej, merë ndërërima, visar djalin, aj qanë borën, aj s'kush malin. Përshëndetje sfari, mirë si u gjetëm. Na kemi ardhur prej Kosovë. Vllai jonë, siç e dini edhe ju, ka ardhur për me bën diçka më të mirë për të gjithë shqiptarët, për krejtërinë shqiptare, jo vetëm për luftës Kosovës ka ardhur këto. Na vjen shumë mirë që kemi bërë një shtëpi tjetër këto, e që mikpritja juaj është shumë e mirë, sidomos Bacajshne, tani edhe Riadi, deputeti aktual që është, e ju përshëndesim të gjithë, e ju falenderoj shumë për pritjet edhe gjërat që i bani për neve. Visori ka pas 3 shokë. Ka ardhur veti 4 për herë të parë. Unë jam Gërbetxhi, në atë kohë kesh ardhur prej Gërbetit, një vit, edhe pa të fillu me punë në Kosovë, mos i përfundoi lufta në Kosovë. Visori ishte të punu me neve, edhe në fakultet ka qenë mjekësisë, Prishtinë. Një ditë në mëngjes kur zgjum, ishim të shkum punë me vllain Valditin bashkë. E merrshim telefon, nuk e hap telefonin. Ai kish vendos me shok të Bethmena. Mbas 2 dite na ka lajmëruar që është këto. Pastaj kemi kontaktuar me deputetin, ishte Shaqiri, edhe na ka treguar këtë gjë. Ka qenë 2 herë në Kosovë, sa ka qenë luftimet këto, ka ardhur 2 herë në pushim, atje kemi nejt me thonë. Një javë para se me ndodhe rasti. Na kanë tregu për këtu me telefon, na ka tregu spori ishtë njërë, na ka lajmëru, pastaj edhe shok të tina të gjithë. Ka qenë moment i shtirë shumë, mirë po, kur bëhet fjallë për trujët shqiptare, do të me pajtu gjithë të gjanë. Po, unë e di, unë e dhimbir më të monë që kam pas për nënën, se kam pas shumë frikë për nënën, se ka qenë edhe smut nëna, edhe pa burë, dhimbir më të monë e kam pas që mi të regu asaj. Po aja ka qenë më bërë në vëshënë të gjithë djemë dhe pojtë që qenë. Historia kanë gjithmonë, kanë si për Kosovë, si për Maqedoni, si për gjithë ka shqiptarë kanë për me bashkëpunu me ta. Edhe ka pas qef gjithmonë me dhanë një farë kontributi me dhanë një farë, edhe i ka pëlqy veni këtu. Na i kemi thamë si, a mund është më këthuj ju, tha, se i kam lazit atje. Nuk muj me më këthuj, tha, jev kom la, tha, besën, edhe burë nuk e hub besimin. Shumë mirë, thejke. I thejke, o, majnanë, qëfar veni është, masi nuk e ke pasë, edhe ti vjen që atje. Edhe ma qatë vend nuk muj me la. Deri ta betisi luftën edhe për jetu ranë, po shqyqërë si kemi pas asë vllavi edhe ka dhënë jetën për vllazni e për motra. A të mungon? Shumë. Mungon, shumë. Po e nana shumë në këllë. Shumë nana ka bërë shumë ka e fort, shumë ka bon sabër neve në ka adhon gajret, vetë ta ka shumë bërnesh. Shumë edhe ka thonë, e kom dhonë, ka pas qef me shku edhe inshallah për gjenet s'kemi. Shumë ka nërë, kër e marrëm këtë rrugë, edhe e marrëm me vullnet, se pa vina. Nana e smutë ishte, vjetë, që 3 vjetë, po erdhë me gjithë vullnet edhe u shnjash kër nesu me orë kënim. Visar Krasniqi, sot shembi kufirin, hej kur të zbarnë. Shumë jem shumë krenar për agjen tim dhe për gjithë shka që ka bërë ai për këtë vend e për këtë popull shqiptar. Desha t'i falenderoj gjithë këtu që kanë ardhur sot dhe për respektin që na bëjnë çdo herë që vim këtu. Unë nuk e kam pas fatin ta njoftoj agjen tim, po gjithmonë kam pyet dhe jam interesu ta di çfarë gjeste, çfarë aksione ka bërë
Ai kam pas qef gjithmonë ta maj atë krenarinë edhe me mundu pak bile më ban saj, bile më gjysmen e ti, po e di që nuk mundem kur, po do me provu. I liri do qjell, mbushur me re, hej, kur do t'ket Shqipëria, më shumë ato. Unë prej fillimit kom pas shumë lidhje emocionale, pse ai ka punu dhe u shkollu aty ku jam e martuar. Kom pas shumë afërsime ta, gjithçka kena ndodhur bashkë, si dashninë e parë kur e ka pas, gjithçka ka tregu, nuk ka pas sekrete me mu edhe për ata në shtaj kompletu ranë, unë bjen e tina. Jo, veç kur kemi marrë vesh prej njerëve, prej vllazënit, edhe kur kemi shku te nana, atëherë nana na ka tregu, ka thonë, non, unë i kam 11 fëmijë, duhet mi falë venit dhe shpitarisë. Nuk e di, tash 24 vjetë për shembull jam bon, ama është e njëjta ndjenjë, edhe e njëjti emocion. Unë më mend se ai me një fjalë e ka përshkruar këtë vend, si nuk e di në vend më të bukur në botë. Edhe kur ardhur për herën e parë në Kosovë, ka thonë, nuk e dini ju, Kosova është e mirë, ama Kumanova, Matiqi janë ndër vendet më të mira në botë. Edhe ka pas shumë fjalë miradije, ka pas shumë fjalë bukura për këtë vend, për këtë tokë, edhe pse u kanë i ri, 20 vjetë. Unë, momentin e ranjës është interesant, se atëherë kur kom marrë lajmin, unë e kom pas fotografinë e tij në dorë. Edhe ka tregu kunatës, qysh e ka puth flamurin të truje. Burri jam ka dalë jashtë, i rria, edhe mu më kanë thënë vesh me shku të shtëpia të shtëpia vllazninve, thonë baba në fakt para shumë vite më ka vdik, nana në ka rrit jetën 11 fëmijë. Edhe kur unë e kom ditë si ka ndodhur diçka, ama çka jo. Kom thonë nana. Kem shumë familje, vllau i madh. Më ka dalë nona për para, kur arë vllau i madh, edhe më ka kapë, më ka shtrëngu, ka thonë motër, vllau i jonë, Kuja konë momenti, dhimbje e madhe u konë shumë, krenari, sa tjetër. Merë ndërrima, visar djalin, aj qanë borën, aj s'kush malin. Hej, një copë malë mbi vetu, dete ka... Lidhjen vlla motër, ata janë rritë në dorë tona se nana ka në smut, edhe na i kemi rritë se i kemi pas 2 të voglit si kur binjak jem kam. 2 vjetë nërmjet Visari edhe Valioni ma i voglit. Janë rritë në dorë të tona, sa deri jemi martuna. Masanej kur a kry lufta në Kosovë, burri jam edhe vllau jam i madhi, janë ka dëvesh të ushtarë Kosovës. Ai unike aq krenar me ato lufta si u kryek në Kosovë, aq kisht qef me hin në luftë. Edhe burri jam a këty prej Gjermanie, ai ku ka nejt, ai ushtarët, ushtrisë shlirimtare, ai ka pas dëshirë me shku me nejt, me kontaktu, me pa që janë të ba. Edhe kur a nis lufta në Macedoni, ai a ka një pari se ka vendus me ardhë. Edhe që ka prit momentin, kush po niset. Niset, kemi ka ndjeni. Mama e kemi që me thonë sa dhimbje, aq edhe krenari, se ai a ka një ditë nëse ka me një ditë ka me dasht me pas një orë për venin e vetë. Nështë 10 ditë pa u vra, ka ardhë vizit, ka nejt një javë, edhe i ka pas dhe fjallë që shme thonë se e ka tregu krejtë se unë jam të ju një shumë mirë edhe dhe këtirë në atë bitiset lufta në Macedoni të shlirohen trujet shqiptare, unë ka me nejtë aty. E ka tregu dështë vllau të madhi, ka duket se kjo Agji Hisni edhe kemi marrë lajmin tash që me tha, aja ka të rëndit se për neve se na e kemi përjetu luftën edhe kemi pas shumë vrasje dhe atje
Ama kanë një gjendje shumë e ranë për neve, po e kemi pas një anën aq burrëre, edhe pse i ka rrit 11 jetima. Aja ka thonë nuk du me pa kërkan me letë në sy se unë kam musafir, se ka pas ta natyrën shqiptare. Du me prit musafirët, me ditë kush ka një dhe kush ka dalë prej këto vit. Edhe jem ka shumë krenar se kemi pas një vëlla, se i ka pas 20 vjetë, a ka sikur me kanë shumë i matën, i dashën, trem edhe punëtur. Do të ketë Shqipëria. Shif është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme jo vetëm për historinë e popullit shqiptar, por edhe për gjithë neve që sot po jetojmë këtë ditë, falë domethënë kontributit të tyre, ne sot kemi një pjesë të drejtave që gëzojmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Visari ka qenë ndër djemt matri të ushtrisë çlirimtare kombëtare, ka qenë student i mjekësisë asoj kohe. Kjo ditë për neve, përveç se është ditë për kujtimi, është edhe ditë feste, ku thjesht familjarët e Visarit, domethënë çdo herë, domethënë tradicionalisht prej vitit 2001 deri më sot, vinë dhe janë në mikpritjen e familjarëve tonë dhe bashkëfshatarëve tonë këtu. Është e rëndësishme të thuhet se këtu, domethënë përveç Visarit, kemi edhe Elmiun, kemi edhe Labinotin, kemi edhe shumë djemë tjerë, cilët thjesht dhanë atë më sublimën që është jeta e tyre për çlirimin e kësaj zone. Kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe këto data duhet të jenë shumë të rëndësishme jo vetëm për ne si gjeneratë që po jetojmë, por edhe për gjeneratat e reja që vinë pasandej, sepse nga këtu domethënë fortifikohet apo shënohet historia e lavdishme e shqiptarëve në këtë pjesë. I liri do qjell mbushur me re. Hej, kur do të ketë Shqipëria më shumë atë dhe. Moj në loke, po më shterën lot. Jam lis, e jam kur, ma i bote flamur. Hej, merë ndërrima, Visar djalin, aj qanë borën, aj s'kush malin.